Mirëmbrëma miq. Sonte në VV Show jemi me doktorin e Llapit. Doki, si që thojnë anej. Krijohet përshtypja që s'ka doktor tjetër veç ai, Ekrem Hyseni. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët, faleminderit për ftesën. Kandidat për kryetar komune, ndërkohë mjek onkolog me renome, me shumë oferta me shku me punu jashtë, dhe ti zgjedh me u marrë me punë komune. Pse? Karriera e njerit ndërtohet sipas një ëndër edhe që ajo ëndër besoj që secili shkon mas asaj ëndre, investon kohë, investon në angazhim edhe të pjesa profesionale, të profesioni mjekut, domthonjë gjithmonë nuk e kam pas ëndër, e kam pas dëshirë të madhe edhe masanej realisht të bë realitet. Ndoshta e përcakton pak edhe lloji i njerit e karakterit se mënyrën që qyshe ushtron profesionin, po në çdo vendim që e kam marrë si mjek, që edhe sot njëjtën, këto 22 vjet që e ushtroj profesionin e kam marrë të unis pe veti. Edhe prandaj me shumë komoditet i marr vendimet sepse e di që nëse një vendim nisësh pe veti pavarësisht çfarë lloj trajtimi ose se çka kimi i thonë ti atij që e ki përballë, mundësia me gabu është e vogël. Veç do të më ndru pozicionet edhe me pa nëse pacienti kështë qenë në vendin tem e unë kësha qenë në vendin e ti që ishtë dosht, më thonaj. Kjo ma jep një qëtësi, sepse e di që nëse kemi mujt me gabu në qëto vendime, e kësha bo dhe për veti dhe kështu që e di që ato janë minimale për arsye se të plotëson me ato që u bo gjithë shka që e ka njëri në dorë, edhe është e ndjenja ndimes cilën nuk ka me kurgjas mund është me zavensu, kur e shes që dikush që e ki përballë, po ta beson shnetën dhe në mënyrë të verbër, të beson gjithë shka që i thu. E qatë besim masanej është shumë e rëndësi vërtet me meritu edhe me majtë meritu. Ose me keqpërdor. Edhe dëmon ajo të binë që kur nuk do të me keqpërdor që ato, edhe gjithë do të me vlerësu lartë. Edhe unë mendoj që ajo na jep shumë energji gjatë ditës, jo veç gjatë ditës profesionale, po edhe kur je në festë, edhe kur je në shtëpi edhe kontakte, komunikimi me njerëz, mendoj që është i rëndësishëm, shpesh herë i nevojshëm se lidhet me profesionin, e në fund është plotësimi shpirtëror që ta bën kur të vlerësohet edhe puna dhe ku të shkojsh e gjen gjithmonë dikon që thot një herë jemi taku, ose diçka më keni mu, ose diçka kom pas nevojë, kemi shkëmby ide, ose kjo është një diçka që unë nuk e ndroj, as se shes, as me kur gjos e ndroj. Domethënë është diçka që ta jep vërtet misionit kallëzon që ashtu përmbush. Doktor, do më të kthy shumë mrapa. Do më të kthy 26 apo 7 vjet mrapa. Besoj se kujtimet i kitë freskëta për shumë arsye. Një prej tyne është ajo qa keni përjetu. Familja jote, ju personalisht. Po du me folë për Kolicin. Kolici i cili u përmend shumë në kuptimin pejorativ nga kryetari i Podujeves, Shpirtin Bullici. Çka është Kolici për ty? Për Llapjant edhe për një pjesë të madhe të Prishtinës, në mënyrë të veçantë për Gollakun, Kolici i ka dy aspekte të kuptimit që sot e a di, domethënë, kjo veç vjen të u forcu. Një, Kolici ka strehu kaq shumë njerëz në periudhën e luftës, sa që njerëzit e dinë si shtëpi të dytë, edhe përmenet Kolici, përmenen mija njerëz që kanë jetu në tenda, po që e kanë pas shpresën që aty e kanë një lloj sigurie për cilën ason sot se di pse ka ndodhur. Ndoshta ka qenë edhe orkestruar për pushtuesit me i detyru njerëz edhe me i mbledh aty. Aty njerëz qatë vend, ku e kanë pas qatë shpresë të madhe që munden me mbijetu dyqysh, edhe munden me konë larg jashtë asoj perimetrit sulmeve të armikut, kanë jetu e mbijetu për një kohë
domethënë për një kohë jo të shkurt, nën tenda, në qiell të hapur, ka qenë muaji mars-prill, kur edhe kushtet atmosferike si në konë të mira, edhe kanë shkëmby gjithçka që kanë pas me njëri tjetrin, dikush pa kushtim, dikush vesh mbathje, edhe thjesht domethënë është tregu ajo bujaria njerëzore ku secili ka ndihmu secilin me çka ka pas mundësi me bashk me mbijetu çet kohë që ka qenë shumë e rëndë. Edhe është aspekti tjetër. Pra, kjo pjesë e strehimit, njerëzit e shohin si shtëpi dytë dhe sot kur përmendet Koliçi është e pamundur kudo që ta përmendsh, mos me kon temë kjo që po jemi mbledhën Koliç, kemi kalu kështu, kon kjo sfidë, ka njerëz që kanë pas grashta zona dhe kanë lind aty. Ka të tjerë që domethënë ju kanë smu familjarët edhe kanë vdek. Se s'ka pas domethënë mungesa e kushteve shërbimit, mungesa e higjienës, në kushte mali, pra thjesht domethënë mbjeshk me atë numër as të madh të popullatës, edhe po që u pasi strehim. Është aspekti tjetër që ka filluar me datën 18 prill, që kanë filluar sulmet të orkestruar të policisë, paramilitarëve dhe ushtrisë serbe në popullatën e pambrojtën, e cila ka qenë shumë të numër, edhe ka qenë si lokacion gjeografik i zorshëm për më strehu në kuptimin për më mbrojt për sulmeve, edhe aty kur fillojnë ato sulme, është kë pjesa e dytë. Për strehimit kalon në të pjesën e të merrit të një situate ku njerëzit historit që i tregojnë sot, me bo filma, horror, skenore filmi, edhe dalin pak. Aty, për dëshmitarve, dhe më thonë, du mi përshunja 2-3 situata që, për shembull, unë i kam dëgju për njerëzve ma të afër që i kam. Thot, më tregon vllau, Regja, është ai mas, dhe më thonë, ma i ri se unë, thot, ra granata ishim të munu mu strehu mas një lisi, thot edhe jakputi ka më një vajzë, mosh nuk jam i sigurt, po ka mujt me qenë 17-18 vjeç, thot, edhe e tregon atë situatë, thot, shkoj zhag, e mur kamën e afroj afër, thot edhe vdiq. Pe gjakderdhjes. Domthon, këto janë skenat që njerëzit këtë pjesën e të merrit e të horrorit e kujtojnë për Koliçin sa herë kujtohet. Aty viktima Çka është Koliçi? Për familjen tonë. Viktima rreth 228 që kanë qenë të Llapit dhe të Prishtinës. 228 viktima shumë të plagosur, bëhet fjala për 18, 19, 20, 21, 22 prill, për familjen tonë, 18 që edhe 19 që kanë qenë disa, më i me thonë tash, nëse kthehemi në historinë familjare që kemi dëgju pej pararzve, pej gjyshit, e gjyshi janë pej babës vet, edhe e marrim kohën pej 1878 kur janë shpërngul pej Toplice, ditë më të rëndë se 18 e 19 prilli për familjen tonë nuk ka pas. Ka qenë ditë e rëndë se e para me 18 jem plagos baba me 36 pjesë granatës edhe një kom të thyme me fraktur të hapne. U kone plagos në nona në gjëks moshni, edhe u kone plagosën agroni vlaus 14 vjeqar edhe motra mirveti 12 vjeqare. Po plagosit janë konë shumë të rona dhe kjo ka ndodhur në 2 ditë, në orën 2, edhe kanë metën për rrugë, pra në venin ku janë plagos, deri të nesërmen në mëngjes, ku njerëz të vullnetit, edhe du me e potencu, që familja që ju kanë imu shumë me dalë, për shembull, e ka pas edhe ajo vetë një të plagosën e cili ka vdek mas disa orëve me një plom në gjëks, janë të glamnikut, që s'jo harrojmë kur, të mënë, kemë bërës moral, jem plagos në ora 2, ka ra shi edhe borë gjatë natës, e në mëngjes kanë mërimi në dzirë pe proni. Pra, krejt natën, shi, në borë, të plagosën kanë bjetu. Kanë bjetu deri në mëngjes i kanë dzirë, të më thonë, me datën 19 i kanë dzirë pe proni dhe kur i kanë dzirë në rrugë, se ka qenë problem transporti. Më marë me ta, u problem serios, se dhe frakturat hapne edhe kom pa mobilizume, masane qysh me i përdëru. Njerëzit aty edhe s'kan pas përvoj qysh me mobilizu një të plagosën t'il, edhe kjo ka botan edhe më të vështirë,
të nesërmen e ka ndo vllahun e madh dhe nuk i di më Ka ndo, rreth. forcat serbe ka ndo. Forcat serbe e marrin e ndojnë. Çfarë moshi ka qenë? Kjo ka ndodhur me 19 prill, ai me 2 janari ka bën 22 vjet. Mas e ka ndo, nuk i dim rrethonat e sakta se s'kem në dëshmitar qysh e kanë vrarë, po e dim që e kanë ekzekutuar, domethënë të hanën me 19 prill, po këtu s'përfundon tragjedia se në të njëjtën ditë i kanë ekzekutuar edhe 2 vllazërit e nans, dojt, edhe njënin, pra Faikun, Dajm Faik, e kanë ekzekutuar me gjithë djalë në 19 vjeç. Domthonë kjo u shku të tragjedin veç të e rrit, po çka është ajo që do të me përmend që edhe këta që kanë me gjallë kanë me të aty dhe mos ka pas kush merret me ta, e kanë kalu edhe një natë me datë 19 prill në kolegj, e me datën 20 prill masanej agroni vllau, çashtu i plagosën, u organizu qysh ka mujt me 2 plag, edhe i ka, të më thonë, e ka vozit traktorin deri për Prishtinë, të ushtria në lokar masanej me të martën, prap i kthejnë mrapsht, edhe kalojnë një natë një bërë një familje aty, edhe të mërkurën kanë mri me marrë ndihmën e parë tamam, që i bjen 5 diellës kjo konstituta. Pra, çto jem pak a shumë ato që në historinë tonë familjare për asaj që përcillet nga brezi në brez, për vitit 1878 kur janë shpëngull, ditë matron nuk ka pas. Ju ishit lufta së kohë, ishit pjesëtari u QK-s. Unë me familjen tem Ku ndodheshit ju, edhe çka dinit për Kolicin, çka po ndodhte në Kolic? me familjen tem për herë të fundit që jemi pa, komplet në atë mënyrë, domethënë që kemi qenë, ka qenë data 2 janar e vitit 1999, kur nisha për pushime për studime, edhe me 3 janar masanej, komutu, mos s'kemi mujt më u taku, kemi pas komunikimin jo shumë të shpesht, për shkak se në familjen i kemi pas në Batllav, atër mungesa telefona mobil, telefonat fiks nuk kanë pas, edhe kemi shkëmby informata për her mas here direkte që kanë qenë materiala, edhe është fjala deri ka fundi i marsit, edhe disa informata që kemi marrë për familjarëve tonë që kanë qenë këgja shumë në Frankfurt, dhe komunikimi që ne kemi bo për Tirane me Frankfurt, edhe ata që kanë dhonë informata për Kosovë në Frankfurt. Ka qenë fillimi i prillit edhe pak në urënu gjendja. Edhe psikologjike në urënu, se unë isha në studime në Tiranë, ka qenë viti i dytë i studimeve, edhe del një lajm, domethënë mediat, televizionet në Tiranë japin që kufinin Kosovë, Shqipëri e kalun për 1 orë për 10.000 persona. Sot me e përshkrua, o kanë ndjenë shumë e ronë, sa një parë që më ka shku në menje, është që kur mo, koma jam, në Kosovë s'ka më shkel. Që të bindje, kom pas kër e pas që 10.000 vetë për 1 orë, dhe më thonë e kanë shu Kosovën edhe ato, kolonat gjata, njerëz të vujtën, që dëmon e shehat vujtjen e tyne dhe kur e kalojnë kufinin e shojnë një shpresë, se veç shpresa për jetë jo kishmet se gjithë shka që e kanë pas e kanë në mrapa. Du me përmen në kolegën teme dhe shoqet grupit, një njëri Mirzamër shumë madhe, Evelina Kreko, sot është neonatologe në Tiranë, ku unë pa të thonë, tha mos e mërzit se pak u bona, tha, e di që kalon, tha kjo. Edhe u mënu pak më më dhonë kuraj, më më dhonë gajret kërë thët popli, edhe i thash nuk merr vesh ti. Thash se din të situatën, thash mos u mëna se se din që ashtë ka ndodhë, kur është njëri i madhë, tha unë se di që ashtë ka ndodhë, tha po i drejti fita. Edhe se sot e moj men që më ka hek një barë e madhe, për i shpine është, kur e ki dikën që vërtet e kupton situatën edhe kjo ka qenë një pikë kthese ku e kemi diskutuar me disa shokë tonë edhe Arber Morina, mjek kirurg, Remzi Ademi tash është specializim në mjekësi emergjente dhe një shok tjetër i Kamenicës dhe vendosëm me bon një foto atë ditë dhe me bashkangjit luftës e me pa në peq asoj foto apo kthehemi të gjitha kush po jetë, kush nuk kthehet. Edhe masane kemi botimin edhe kjo ka qenë më bashkangjit luftë, kjo ka qenë periudha. Fotografinë e keni, sigurisht.
A u kthyt gjithë? Është fotografi bardhazi, po jemi kthyt gjithë. Arbi është invalid i luftës, Remzi Ademi, domethënë tash është në punën e vet. Një pe kësaj fotografie pat pamundur për shkak të familjes me udhëtu, kemi udhëtu na 3, por kjo është ajo periudha kur Ku keni shku vëlla? na jemi bashkangjit pikës trajnimit ushtarak në Kolsh, ku ka pas shumë ushtarë, domthonë shumica dërmuese aty ne kanë qenë pe diaspore, njerëz që kanë vendosur me u kthy me luftu dhe aty e kemi pak a shumë e kemi pas edhe marrëveshje, jemi marrë vesh edhe me djemtë e Hoxhës 2, Driton Hyseni dhe Arben Hyseni, ku jemi bo bashkë në Kolsh, si shim pa një kohë gjatë dhe masanej edhe aty kur pa ishte një farë motivimi edhe më i madh, aty si pikë stërvitor, aty jemi bo bashkë dhe kjo është koha që lidhet masanej edhe me sulmet që kanë ndodhur, edhe me lajmet që i përmend ti me Kolisin, edhe na kemi marrë informata në atë kohë, që kanë qenë të lloj-llojshme. Kemi për shembull kom pas informat që na ka ardhur pe Gjermanie që fillimisht janë plagos komplet familja. Ka shku 2 ditë, ka ardhur informata tjetër, jo janë vrarë gjithë. Ka shku 2 ditë, ardhur informat tjetër, jo do janë vrarë, po do kanë pështu, edhe po s'po dihet ku janë. Edhe është një kohë interesant, vërtet ka qenë periudhë e rëndë se tash ne jemi njerëz dhe kemi ditë që lufta nuk sjell dobi. Edhe është sakrificë. Ka qenë moment historik ku njerëzve ju ka dhënë mundësia me qenë pjesë e një momenti të cilin o prit më shumë se një shekull. Edhe kjo, tash unë e marrë të drejtën me thonë se kam edhe të vramë familje, kam edhe të plagosën edhe nuk është që se di çka është dhimbja edhe humbja, po çdo sakrificë që ka ndodhur në luftë, gjithçka që u bë, ja vlen se momentin kur kemi ardhur në Kosovë, edhe kemi pa disa mbeturina të pushtetit, veç mbeturina ka pas, ose ke pa kolonat karvanin e ushtrisë serbe, të u largu për i Kosove, me plashkat luftës që kanë plashkit familje, kanë marrë frigorifer, e kreveta, e që kanë gjetë. Atë ndjenë të knasis, tash s'ka as për shkrim të saj. Mundesh me thonë, me i thonë ka qenë gëzim i madh, është ma shumë se gëzim. Me i thonë ati momenti që ka qenë nështë një për ndjenja më të portë në herë që ta jep atë nësi kur e shehat situatë, prapë është pak as poet për ne që s'mujnë me e përshkru ato që ka ndodhur dhe këtë kjo sakrificë. Brenda dhe jashtë Kosove, ja ka vlejt për çat moment kur e ke pas që Kosova po lirohet. Unë mendoj që i vetëm jamën që e përshkru në liria për cilën ka mungu, po gjithçka e ka vlejt. Kam edhe një pyetje për me kalu në pjesën tjetër, Besart, lutem. Mas shumë vjetëve në një diskutim televiziv publik me një kryetar komune i cili synon një mandat e dytë, unë kam pas, si kam pas dhe të gjithë të tjertë, të folë për Kolicin me një përbuzje të jashtëzakonshme. Madje edhe me mimikën e tij, me gjithçka invalid në Kolic, diçka kështu. Dhe ju në ditë ti për në siklet. Aty e parë që emocionalisht kishe shumë reagime, ndërkohë nuk ish faqe ato. Si të boni me unë di që kjo. Që ky moment, që ky diskutim. Na e kem të përveçshëm vizitën në Kolic me gjithë familjen e gjon. Këto e kem me datën 19 prill, e kem të rregullt dhe gjithmonë kujtimet gjithë janë të rona, po të gara politike, ne jemi ngarë se menojmë që mujmë me bot diçka, e kem një program dhe menojmë që mujmë me arrit njerëzve me ju ofru një program që mirëqenin ja u rregullon, edhe është edhe mision, unë menoj që secili do të me pas mision që çdo do të me bo. Gjatë garës, kur del në situata ku gjithçka del për kontrolli, po çka është shumë e rëndësishme e potencu, është çka që papritne,
pe dikuj që realisht do të me pas mision veç me i kujtue, se ta jep përveç pjesës njerëzore e ki edhe përgjegjësinë institucionale, ato do të është vlerë që do të me gjithë me mbrojt, gjithmonë me kujtu si histori edhe me kujtu si momentet lavdishme që pjesa e luftës edhe njerëz që kanë qenë në shfarosje në farë mënyre i kanë rezistu dhe sot jam pjesë e kësaj shoqënie, mo trajtu me qatë përbuzje, unë nuk më i me edhon kuptim. Nuk kam asë një sqarim për një shpirt që e njën që ato dhe e thotën që atë njërë për një garë politike, për cilën e para punës nuk ishë pse më përmen vlau, se s'është në garë. E dyta, kur përmenit Koliqi, të më 228 viktima, e sot plagosën nuk, unë menej që alo për publikun është e pa njohur që ka ndodhën në Koliq dhe që farë masakrash ka pas, edhe situata që ka pas, e nëse dikush se ndjen që ato, edhe nuk jeton me qatë kujtim që qata njerëz vërtet, do të me i kujtu edhe, do të me i kujtu edhe vujtjet, edhe sakrificën, edhe kontributin e tëne në raport me qato që sot na e gëzojmë se çdo viktim është pjesë e lirisë që e kem sot, dhe më u trajtu me qash jo mirë njoj, po me qash munges të ndjenjave për gjithë ato që ka ndodhë, unë nuk kam në sqarim edhe nuk di asqysh me e përshkru, po flasë të përgjithshme në të pjesa personale, është e vërtet që kena ka bo dëm emocional, se spret një diçka tillë, por edhe se kemi prit për jaskujt. Të më në pres për i poshtusit, sot jem veç jam të publiku 2 libra për çato të mera që ka ndodhë, edhe tash dalin dëmon për i botimit, kush ka mi lexu ato janë disa për rrëfimeve që na i ka marrë 6 muaj me pranue, me rrëfy që ato. Serbia i mohon masakrat në Kosovë. Mënyra se si foli për Koliqin, zoti Bolliçi mu duk si një lloj mohimi asaj që ka ndodhur. Ken një qasje tepër e rënë ku nuk e di qysh mujnë viktimat me zgjedh vendin ku kanë mu plagos. Ose ku kanë mu vra. Ose ku kanë mu vra. Ose me dal me madhe një garë politike se sa një masakra, një situatë të tillë, këtë nuk muj me kuptu. Ndoshta njerëzit dallojnë edhe kjo është e mira. Kjo është e mira që s'jam krejt njëjtë, se jam shumë i sigurt që në lap kjo ka prek çdo fshat edhe qytetin, edhe jam shumë i sigurt që njerëzit për jetimet që i kanë dhe të tjerë nuk menojnë që ashtu qysh ka dalë në sipërfaqe ai moment. Jam shumë i sigurt që njerëzit e ndjejnë ndryshe edhe jam shumë i lumtur që s'ka shumë tillë. Vërtet jam shumë i lumtur që ka pak njerëz tillë, ndoshta për asnjë moment nuk pranojnë diçka tillë me e thonë, edhe ka prek shumë. Nuk është veç familje, kemi marrë jo shumë, po janë që shumë mesazhe, telefonata në përkrahje njerëzore, që s'ka lidhje me fushat, që s'ka lidhje me garë. Edhe që i përshkujnë momentet që vërtet bën më një mirë edhe të bën me më një mirë që ka njerëz që e vlerësojnë atë momente, atë situatë që ka ndodhur në 99-ën, edhe janë kundër qasjeve të tilla të cilat janë degraduese për shoqërinë, po që një individ nuk e degradon shoqërinë se pjesa tjetër mendojnë ndryshe. Përshret tash mu lidh pak me këtë temë, se edhe mu më ka bo shumë përshtypje kjo dhe mënyra që shpjegoj edhe do zoti Hyseni, për të rast zoti Hyseni. Mendoj që spari unë mendoj që asnjë qytetar i Republikës Kosovës, pavarësisht bindjeve politike, nuk i shkëndesh mundi përfaqësuar për dikujt që ka qasje shpërfillse, përbuse, karshi masakrave që kanë ndodhur në Kosovë, karshi viktimave të luftës Kosovë. Mendoj që është një spaku që të pajtim e kemi. Na kemi vujt shumë gjatë luftës Kosovë. Të gjitha rajonet, përfshi rajonin e Llafit dhe përfshi pra masakrën e Koliqit. Edhe kjo për mua është e çuditshme që mund dikush me pas qasi mendimi. Hajde që i paska rastis me thonë për një garë politike, po më shumë e kom problem që paska pas që ta në kry. Në më thonë, dikush që është shqiptar i Kosovës.
Na kena bindje politike ndryshme, i takojnë partive ndryshme politike, njerëz shumë në rregull, le të ketë projekte ndryshe, doktori Kak mendon ndryshe për PD-jevën, Ajlet mendon ndryshe për PD-jevën, dakord jam. Po për luftën, e veçanërisht për viktimat e luftës, nuk mundesh me pas mendim ndryshe. Mendoj unë. Qytetari shkon ndesh spaku na si qytetar me thonë që kjo nuk ec. E dyta, çysh mundet brenda një partie politike që jo vetvendosja me e mbajt edhe Saranda Bogojevcin edhe Shpejtim Bulliqin. Që shkojnë që të dyja bashkë. Mas që saj deklarate. Për mu, si shkën ndesh me shkuq ki bashkë. Ja ka drejt Saranda, kur e spjegon tragedinë e familjes vetë që është prashtë të tragedie madhe, ja ka drejt Shpejtim Bulliqin që të lesë së konkursja. Këliqë. Po që të dyja bashkë të një banë. E unë mendoj që tash edhe votus të vetëvendosë, se për krasë të vetëvendosë po dojeve gjithandej, do duhej me nda mendje në këtë drejtim. E pajtona plotësisht me doktorin, mendoj që shqiptarët e Kosovës mendjen tash më ndame e kanë, përsa e përket kësaj çështje. Po që tash dorën zemër unë mendoj me që jemi të folë për garë lokale, garë politike në përgjithësi, mendoj që kjo po vjen keq se natyrisht na këtu do të më bëj diskutime politike, po kjo pak është edhe çështje karakteri. Edhe ka njerëz që dallojnë karakter. Për shembull, doktori ose për të qenë doktor i mirë, unë kam dëgjuar pak e një, po kam dëgjuar shumë që është një prej doktorëve që kërkohet shumë nga pacientët e vet, edhe shpjegoj edhe vetë fillim. Mendoj që duhet mi pas dy veçori. Një me qenë doktor profesionist, ajo është domosdoshme, po doktori profesionist për me qenë doktor i mirë duhet me qenë edhe empatik. Domethënë duhet me pas ndjeshmërinë, njerëzillëkun, kujdesin. Mendoj që po nuk qe i mirë në kujdes, ka t'je profesionist i mirë, ti mund me bo studime, po si doktor vjen me qenë. E tash, a nuk duhet kryetari komunës? Se me të shëru pak. Qërësh, doktorit shëron ka që shumë edhe me fjallë. Apo jo? Jo, veç me terapie, me kështu më radhë. Dhe, a nuk duhet tash edhe kryetari komunës, për shembull, me pas aspektin e kujdesit të zhvilluar? Unë mendoj që po. Kryeshërptori në fakt është. Mendoj që po. Kryetari Mendoj që po, sepse ti duhesh me ja kuptu kur një qytetar atje vjen edhe thotë që për shembull po na duhet që diçka në lagjën tëm, fshatin tëm, ti duhesh me ja kuptu që të hall. E njeri që ka qasje cinike, madje edhe karshi masakrave, ta mendoj që pa qasje cinike më me pas karshi qytetarë hallëve të qytetarë. E ka rrenis qytetarën për mua, për shembull. Pra, ja kemi pa në vite. E tash që drejtim unë mendoj që qëren, unë se cilin prej komunave të Kosovës e kam njerin prej kandidatëve që thonë mas mirë shkon. Po pak komuna janë që kanë dallimin kaq të qartë që është mendoj që e ka PD-jeva. Në mes të dy profileve që garoj. E në që drejtim, doktor, domethënë, për shembull, tash pe përdori si metaforë, mos më keq kuptoni. Ata mërmendja dhe nëse po në qka ata mërmendja, që ka nevojë PD-jeva si institucion, si komunë më shëru. Dy aspekte u përmend Saranda Bogojevci dhe du me dhomënimin tem për to dhe si familjen e saj, gjithë ka mu kujtu, edhe gjithmonë pjesë e tavolinave ka me qenë diskutimi që Saranda Bogojevci është pjesë e një familje që ka përjetu shumë, dhe është pjesë e që është edhe simbol që tregon se gjithë ato përjetime, masakër që ka ndodhur me familjen e saj, gjithmonë kemi me ja dhënë vendin që është i meritum si një simbol që tregon se çka bën agresori me një familje dhe familje tjera në gjithë Kosovën, dhe ka me pas respektin e familjes edhe të gjithë shoqënisë. Du me potencu të pjesa e komunës. Sot vërtet është një ambient toksik i punës dhe është këtë gjë çudi interesant sa mlefi është aty. Është ka mlef punëtor të komunës, pra zyrtar që trajtohen me presion e punojnë në presion, zyrtar të arsimit të cilët janë në kontroll kur na i bojnë like në Facebook e me kanë rrinë në qytet, edhe punëtor shëndetësisë ku njëjtë dikush aty afër i përcjell kush me kam folje çka boni. Unë veç për e thom një gjë, që në vizionin tem sa një parë që do të më bëhë është me shku edhe me dhënë mesazhin që pej sudi, ju me kanë rreni edhe ku bëni aktivitet politik, edhe çfarë bindjesh keni politike, kur mos i ndërpreni momentin që kalon orari i punës. Pra, ka përfundu orarin, ora 4, në 4 minutë, çfarë do aktivitete që ju menoni, kur mos pritni që ju përcjell kush, se s'ka me ndodhë. Në të depolitizimi që shumë përmenet, unë kam nevojë që kam bindje që do të më pa në praktikë, edhe tjetra që është shumë e rëndësi. Po
pushteti lokal është i rëndësishëm që një kryetar që i ka shumë fuqi vendimari, së është institucion ku kryetari ka fuqi të madhe vendimari. Me pas të qartë si koncept që njerëzit, ata që janë me ty dhe ata që nuk janë me ty, je kryetari të gjithëve. Edhe në qatë pikë, me dallu konceptin e kundërshtarit politik, që shka ndodhë dhe në diskutimin që falem për kolisht, me armikun. Armiq nuk ka sot nevojë as fëmin me i pyet se ne dim kanë i kemi pas e i kem armiq. Po nëse dikush mbrana në Kosovë, menon ndryshe politikisht, do të me pas qartë që e ki kundërshtar politik. Edhe kundërshtari politik edhe ai do të më trajtu me respekt. Dhe po flas në mënyrë specifike për qytetarët. Nëse dikush nuk menon si na, edhe na nesër jemi pushtet edhe e trajtojmë akoma si kundërshtar politik, këtu fillon rënimi një filozofie të mirëfillt që të qëmë për para. Dhe qëto, asi karakter mus ma ban me i nda njerëz, nështë me e ka mundësu pak edhe profesioni shihen ndryshe, po kur më ndodhë s'ka. Kur në lap me ndodhë. Mi trajtu njerëz si qytetar të renit pare, të renit dytë, e kjo është me ne, e kjo është me ne, nuk ka me ndodhë. Edhe për këtë pjesë, jem edhe pak ma i ndjeshëm se e kom pashi çka është të ndodhë në teren, që është trajtohen njerëz, dhe sa një parë është më këthy normalitet dhe normalitet e këthen me depolitizim, me mesazh të qartë ditën e parë të punës pej sot. Po aktivitet politik ku dushti, masorari, sillo qysh dushti, rreme kanë dushti, nuk je fokus, se atë liri e meriton nuk është, dhe si je kundërshtar politik nuk je armik, edhe ki mu trajtu edhe me projekte si qytetari që t'i veni, me të gjitha benefitet që kanë me i pas të gjithë pa i nda. Doktor, përveç që kësaj që folet, do me thonë, ky presioni, ky përndjekja e njerëzve me kanë rrinë, me kanë shoqërohen, që ka ndodhë tjetër këto 4 vjetë pak? Në Podojev, në Lap, në qeverisjen e Zotit Bulliqi. Janë disa aspekte që unë menoj që me i marë me radhë i kësha rëndit kështu. Fillimisht, ka premtime që nuk janë majtë, edhe so bëkush gjë për to. Konkret, është premtu spitali bashk, edhe kryeministri, edhe kryetari aktuali i komunës, të 2 bashk. Dhe ja thonë kështu Podojeva me shpetim Bulliqin do ta ketë spitalin e vetë. Del ministri i financave me një postim, tha të nda fondi kështu, për spitalin e Podojevës, dhe në fund të gjithë bohen bashkë 4-tit, kryeministri, ministri i financave, ministri i shëndetësisë, kryetari i komunës, dhe e gjbojnë vendimin për spital. Shumë mirë i numërojnë në fushat, pse duhet me pas Podojeva spitalin, aty pajtohna me të gjithë, distanca geografike, kjo numri popullatës, dëmon shumë mirë i numërojnë, po mas fushatit dalin që këtu s'pas kanë qenë reale dhe nuk Podojeva s'do të me pas spitalin dhe bëhen bashkë e hekin. E para. E dyta, zona industriale është premtu, so bo kur gjë zero. E treta, unaza e qytetit është premtu, kur gjë. Ka dhe shumë projekte tjera, UJP, SX, domon ka shumë projekte që s'kan filluar. Kjo pjesa e premtimeve elektorale, rruga Podojeva Prishtinë ka më përfundu në 2022, sot 2025, po shkojmë drejt fundit 2025, sa akoma s'ka përfundu, domon premtime që s'janë majtë, dhe u pa që kanë qenë pura elektorale, pura me i mashtru njerëz për me votu dhe në fond nuk o marrë kush me to. Mas kësaj, vim të projektet që disa pak kanë përfundu dhe të tjera që janë në proces, ku ka dyshime serioze që paraja publike është keq përdorur në mënyrë masive. Qysh? Në cilat projekte? Po i potencoj disa. Shkolla ekonomike, 2.5 milion është kontrata, ndërkohë që ka pas ofertues me 1.9 milion. Nëse për dikon janë 600.000 euro pak, unë këtë shumë njërë të veçantë, kur është... Po ka një arsye kur eliminohet Majliri? A ka qenë i papërgjithshëm, apo a ka qenë i përgjithshëm deri në fund? Kjo ka kaluar në për disa procese, deri në gjykatën ekonomike ka shku, edhe dëmon qashë procesi ku klavitur, në kuptimin asoj që ka pas bazë, që ka, dhe më thonë, bazë të ka pas arsyeshmëri që
është thonë që këtu është keq përdorë. Projekti i pishinës. Si ka mundësi në kritë Qa Kosovën? që kjo pishina se u përmen shumë bazeni, pishina e Podujeve se lapit? Projekti i pishinës gjysmë olimpike është tash mes standard, pishina gjysmë olimpike e ka gjatësi 25 metra, do të me Jo jeni në tuz vetë. Unë jam natus profesional edhe zhytës profesional. Gjatësia 25, gjërësia 22 metra, që i bjen me 8 korsi, Podujeve ka pishinën me 6 korsi. Si plotëson standardet për gara ndërkombëtare dhe këto du me si mesazh me ia dhënë ministrit ministrit Hajrullah Qeku kur ka qenë në promovim që ka thonë që do të mbahen garat mediterane, po i thonë që nuk mbahen aty se s'plotëson kritere. Vjen te kosto, pishina në Obiliç kontratën rreth 2 milion. Pishina në Deçan, prapë të dyja gjysmë olimpike, kontratën rreth 2 milion, pishina në Podujevë 4 milion. Projekti e përmenëm edhe këto. Ka edhe projekte të Se 4 milion në Podujevë, nështë pishina është ma ekstra, ajo e para si shtime në tu veta. Projekte tilla ku ka dyshime serioze për keqpërdorim buxhetit, na patëm një grup projekteve që i kanë premtuar dhe s'kan filluar. Ka projekte tjera që janë në realizim, edhe që ka dyshime serioze për keqpërdorim taksës qytetarëve, edhe është po vedhet një pjesë tjetër që është interesant, ajo mania me përmend shifra të mëdha e të nder të mëdha edhe më thon njerëzve kanë punu shumë. Përmenden herë 250 milion, kanë herë 200, kanë herë më pak. Domethënë që varësisht prej studiove televizive ose varësisht prej situatave të muhabeteve të aveninës. Përmenden shumë projekte, e përmenden shumë të nder, e shumë pak ka pronësi qytetare në to. Domethënë me i pas 250 milion investim në Podujevë, nëse e përkthejmë në ditë pune, ditë kalendarike, i del që janë rreth 175.000 euro të investuar në Podujevë në ditë. A mund është me e binë një njëri në Podujevë, mi thonë çdo ditë janë investuar në Podujevë 175.000 euro. 380 km. Baki edhe në investu, po ndryshë. Unë po flas investime në Podujevë për qytetarë, po flas për qytetarë. Edhe për shembull flitet për 380 km ndryshim. Pe ku jem ulur na 380 km ndryshim i bjen me kalu edhe shëtitorën e Vlorës në Shqipëri. Hajde binde dikon që e ka bën ndryshimin. 380 km ndryshim Podujevë, kështu ka thonë. Kështu është thonë publikisht, dhe unë do më thonë jem nalë pak me një analizë thjesht, a ka bo Podujeva ndryshim me një distancë sa që është me shku deri në Vlorë. Ka që është distanca. Ose dhe në Beograd. Paka shumë qaqë. Para mendoje, është diçka e tillë dihet që nuk ekziston. Masaneja e mania me projekte që kanë fillu e me thonë i kom bo unë, po mirë, unë e kuptoj se qëllimi i pozicionit kryetarit komunës do të më qenë dhe fuqia ati pozicionit do të me qenë 2 drejtime. Po flasën kushte normale. Me tregu mirësjelljen edhe falenderimin edhe trajtim të dinitetshëm çdo në punë se punëtorin komun për punën që e bën, dhe është obligative me kriju një atmosferë pozitive në punë se edhe rendimenti, pra edhe suksesi, rezultati është më i madh kur punëtori trajtohen në atë mënyrë dhe jo me presion, dhe pjesa tjetër është me orientu projekte dhe me orientu investime në atë mënyrë që fuqia e atij pozicioni është një, mu lidh e para, mu lidh kontratat me çmime të arsyeshme, dhe e dyta, me shfrytzu qatë fuqit të atij pozicioni që këto projekte mu realizu cilësore. Edhe kjo ka ndodhur në të kundërtën. Pa veç që ka ndodhur vena. Shikoni projektin e stacionit autobusit. I menduam si lokacion jo mirë, sepse si lokacion ka dalë jashtë qyteti, ndërkohë që trafiku urban mungon. Po dhe trafiku ndërurban mungon. Të mënë shumë vene mungon trafik i rregull që lidh fshatrat me Podujevën, pa një plan të qartë mobilitetit, dhe vendoset stacioni autobusëve jashtë qytetit, ndërkohë autobusët prapë vinë te shkolla ekonomike, i lanë dhe i marrin udhëtarët. Ose me taksi, ose kom, po
ka din gjysore ku përfundojnë trafiku pe fshatrave deri afër qytetit që do të me lviz kam për me ardhur te stacioni autobusëve, ndërkohë që nuk ka trafik urban. Edhe e dyta, shikoni projektin, po e thon publikisht me një kosto të parafort, stacioni autobusëve në Ferizaj edhe stacioni autobusëve në Podujevë. Janë të dyja publike, ka video për to, vetëm shikoni cilla është dallimi. I Ferizaj duket si aeroport, nuk duket Saktë pamje e ka. Si stacioni autobusit. Apo kosto është domethënë e ngjashme. Domethënë edhe këtu, përveç që është i vendosur lokacioni i gabim, unë mendoj që nuk është shoqënuar me ato që do të me qenë prakisht si para kushte trafiku urban, masanej me qitë stacionin aty ku është, u largu pej qyteti, ndërkohë që edhe më mrena në qytet vinë autobus, i lanë edhe i marrin udhëtarët. Edhe e dyta, edhe vetë lokacioni i pishinës, po flas te koncepti i vizionit. Pishina gjysmë olimpike është e vendosur pa parking mes urgjencës, xhamisë dhe varrezave. Cili është aktiviteti i përbashkët që mund me bë në një pozicion tillë, cila është ngutia që dosh me pas, për mos me menu pak më mirë, do të me pas pishina gjysmë olimpike, unë mendoj që ka vendin ku ka ngjashmëri aktiviteti në afër në qendra sportive, afër në shkolle, afër në qendra rinore, ngjashme me edhe këtu janë disa që pe defekteve që edhe vorret po mungojnë çfarë. Janë. Okay. Mes varrezave, xhamisë edhe urgjencës. Tash për me fol për një vizion, unë e shoh tepër të nevojshme me marr me probleme bazike. Ja, po duket se që ky është vizioni i kryetarit Bulliqi, pra me fut pishinën gjysmë olimpike, që nuk është gjysmë olimpike, mes varreza edhe xhamisë. Edhe urgjencës. E urgjencës. Do me thonë, urgjenca shkon mu mjeku, hoxha talkinin edhe drejt në vorre. Qysh ka mundësi me hy pishina qëtu? A ka të bëj me mosdije, a ka të bëj me na interes? Unë veç e di që se ka venin, edhe s'ka parking. Po, mi gjitha, kur i rendit një qeverisje lokale 4 vjeçare, i rendit prioritetet që do të me i pas, unë po aja vizionin tem. E para do të më marrë me probleme bazike, na flasim për shumë investime të cilat është e vërtet që ata kanë fillu me i besu se i kanë përmenë shpesh, po qytetarët e dinë, që ajo është e vërtet, gjithë ato investime që përmenë, ndërkohë që s'ka ujtë pjesë. Pas një hapë s'o bo për këto 4 vjetë. Pra ka premtime që s'ka njësish, ka të tjera që kanë njës dhe menojnë që ka vrejtje, edhe problemet bazike të njerëzve sot është ujë i pijes ku 30% e gjithë qytetarëve llapian s'kan qasje fare në sjellës. Edhe ata që kanë qasje është rrjet që kanë nevojë për mirëmbajtje dhe renovim, edhe është shumë e rëndësishme e potencu që edhe kapaciteti do të më rritë. Një problem. Problem tjetër folet për shkolla edhe investime në shkolla, ndërkohë që gjendja nyjeve sanitare është shumë e keqe. Mungesa e dollapëve në shkolla, ku dihet që sot pesha e çantës është shumë e madhe dhe defekti në shtyllën korrizore mundet me qenë pothuajse të çdo fëmijë, ndërkohë që s'ka dollap dhe nuk është një investim i madh. Ai tha i kem ndërtu 10 shkolla. Dhe ju i thatë, nëse i ke ndërtu 10 shkolla, unë e la garen. Po dyjev, është, dhe më thonë, ka një mani të pronësisë e projekteve për cilat nuk i kanë bo vetë, dhe fillojnë pej një periudhë më herët e tash edhe ato që kanë me ardhë. Unë i gëzonës do projektit mirë edhe vërtet, shumë, dhe më thonë, kam qef kur e shani punë që u kry. Po dhe shkolla nuk janë ndërtu. Pse ka nevoj mo thoni kom bo dhe shkolla pa i bo. Filan shkolla e kom bo ndërko që po se ki boti jo e kom prej shiritin. Ose tjetra që ka fillu edhe ka me përfundu jashtë mandatit ti, s'ka me konas pjesë e shiritit që ka me prej, edhe me thonë po edhe këto kom bo. As dhe me thirë me për shiritit? Nështë në s'ka ku. Pse s'ka ku? Mundet me qenë një zonë me punë tjera. Cilat për shembull? Mundet me qenë jo i lirë? Mundet me qenë një zonë. Në ç'kuptim një zonë?
Si të dosh me thonë mundet me qenë burg? Jo, Se gjyzin e keni afer Mendoj që mundet me qenë një zonë me në punë tjetër, po këtë ideja është e pronësisë projektit. E para, nëse do të me pushteti lokal, do të me kry një punë, ajo punë nuk thuhet unë. Sa e zbat me taksat të kryetarit, më falni, zbat me buxhet kryetarit, me buxhet personal, po bat me taksat qytetarit. Dhe obligimi jot është veç me i menaxhu mirë. Kontratat me qenë konform tregut, edhe si kosto, edhe më menaxhu me kon cilësi, se edhe projekte që realizohen, dhe më le shumë për dëshirum si projekte sa i përket cilësisë. Edhe tash, nëse kryhet një punë e mirë, faleminderit i taksave të qytetarëve dhe pozicionit kryetarit nëse e ka menaxhu mirë si projekte dhe ka dalë cilësor. Po atë pronësin, mi çdo punë, unë mendoj që njerëzit nuk e kanë që. Se unë nuk fillon alfabeti me U. Do të dhe ata. Me fillon për jaje. Sakt, është evidente për mendimin tim që aroganca ju ka kushtu shtrejt. Shumë kandidatëve, në për shumë gara elektorale, e besoj që edhe këti, ose uroj që edhe këti me i kushtu. Po mu që apëm interesant kështu, se këto që i përmendem bënë shumë përshtypje. Bënë përshtypje do edhe nga një perspektiv tjetër, unë e di që për shembull duke qenë së njëjtës parti me kryeministrin PD-jevës nuk i ka mungu ndihma nga niveli qendror, që ka mungu komunave që si janë qeverisë nga vetëvendosja. Pra një pjesë e konsiderueshme kryetarëve të komunave ta dëshmojnë që kanë qenë bllokuar nga qeveria, po nuk është ky rasti veçanërisht jo me PD-jevën. Edhe në kuadër të kësaj ndihme që ka pas, prap mos me arrit edhe do projekte bazike me i përmbush, kjo është për një problem i madh. Pra, është korrupsion i madh, është mungesë absolute e kapacitetit për me qeverisë. Se diçka ty do të me pas, kur i ki paret e ki ndihmën, edhe si e ty e bo, unë se kuptoj pse. Tash që drejtim qëra do që është e vërtet, apo që në dy, ose një e tret, është keq. Se adem këtu njerëz shpesh po thonë, mirë, mos më koni korruptum, që ta zëm se është i korruptum. Po nëse s'ka kapacitet me qeverisë, po aq i keq është. Si i korruptum. Defekti është njëjtë. Defekti është njëjtë, se rezultati mungon në dy raste. Çka po të vijnë ty për shembull? Në qeverisë lokale për 4 vjet unë e shoh kështu. Falem për depolitizim, iku si pik. Ditën e parë vendim tillë. E dyta, merresh me qytetin. Qyteti ka nevojë për parking, objektet për rreth sheshit i kanë parkingjet e veta dhe veç do të mi menaxhu ndryshe që miron qytetarëve në pronësi, atyne që banojnë aty. Lifti në objekte ku ka nevojë sepse ka dhe njerëz që smunden dhe objektet e smujnë me kalun katën e 4 e 5 edhe kjo përbën një veprim emergjencë aty në lehtësoj jetën. Heqja e azbestit nga kulmet që sot janë domosdoshmë një pjesë e tyre mbuluar me llamarin dhe kjo paraqet rrezik për shëndetin e tyre. Uji i pijes hapa konkret të shpejt, shkollave pe probleme bazike, dollap, nyje sanitare, parkingjet për rreth shkollave, të cilat janë parkingje për kohë të shkurt ku prind i lanë dhe i marrin fëmijën e tyre. Janë disa prej temave të shpejta që edhe mund me bën ndryshim jetën e qytetarit. Kur flasim për shëndetësi, organizimi është ajo që quhet patient centered, pacienti në qendër. Gjitha organizimet të shëndetësisë do të më qenë tilla që pacienti e bën një rrugë si vije drejt dhe shërbimet shkojnë te pacienti veç konform nevojës. Dhe sot është kjo formë organizimit është shumë kaotike sepse urgjenca është jashtë qytetit, QKMF-ja është në qytet dhe është si lokacion është shumë i mirë, ambulanta specialistike të cilat mundohen me këto me kamuflu mohimin që ja bën qytetarit llapjon për spital, e që është pjesërisht funksionale, edhe unë jam shumë i sigurt që ka me qenë funksionale gjatë kohës së fushatës dhe ka me pas shumë probleme në funksionalizim, se nuk është e menduar mirë, janë këtë mënyrë si shërbime, i bën që pacienti jo që ka rrugën e drejtë, po ka më myt të bëj lëvizje zigzage për me marrë një shërbim. Planifikimi i stafit është domosdoshmë jashtëzakonisht i keq. Sot e merr një vendim për me pas një specializim për urgjencë, e kryen mandatin dhe ajo kuadër nuk kthehet se specializimi zot 5 vjet ku janë kërkesat. Projekti i madh për shembull unozat e qytetit me urgjencë do të më marrë me to dhe janë të realizueshme. Edhe janë të prekshme. Edhe ndikon në cilësinë e jetës së qytetarit. Plani trafiku urban edhe ndërurban do të më qenë duhet nëse mendojmë me bën një zgjidhje nesër jemi vonë do të dje.
Këtë lëvizja në qytet ka qenë pa planifikuar me stacion të autobusëve dhe ka kompliku shumë masanej edhe transporti pe fshatrave. Do të më qenë rregull dhe dora e pushtetit do të më qenë aty, domethënë shpejt me vepru, me pa mënyrën qysh me funksionalizu sa më shpejt dhe kjo ka buxhet dhe subvencionimi i këtyre shërbimeve do të më qenë në një plan pak më të gjatë. Është shumë e rëndësishme, edhe te pjesa e infrastrukturës. Sot ndërtimet bëhen pa një plan detajum urban dhe qyteti është të ngulfat. Nëse zveprohet shpejt. Me një plan detajum urban që unë e shoh planin e detajum urban të bën për një kompani ndërkombëtare që s'ka hiç interes në Kosovë as në Podije me bën një ndërtim, më u bë po ta jep një plan zhvillimi të paktën afatmesë për një 20-30 vjet, ndoshta afatgjatë për 50 vjet se domi sot që bëhet me këtë formë kaotike të ndërtimeve jo për fajin e ndërtuesve as qytetarëve, por për fajin e mungesës planit, domi është afatgjatë. Doktor, se i kemi kalu kohën goxha shumë se heci shumë shpejt. Kush do të jetë kryetari i Podijevës? Është pyetja e fundit. Qytetari vendos dhe zoni qytetar shihet për ditë. Mlefin edhe që e shprehin ndaj arrogancës pushtetit këtu 4 vjet, ku sot delën teren e she. Paknasit e mëdha, premtimet e mëdha të parealizume, premtimet të cilat në fushat veç ka po dën, e mas fushat e mos i ka taku kurkush, kjo reflektohet në teren, është pas që edhe na jem të funksionu si LDK, po unë jam shumë i kënaqur që ekipet e kremit ju kanë bashkangjit edhe shumë themelues të vetëvendosjes, shumë nuk jam pak, domon bërthama e vetëvendosjes në Podijevë sot është pjesë e ekipit tonë dhe unë e vlerësoj shumë se janë njerëz shumë mirë. Domethënë kjo e përcakton fituesin qytetari vendos, po jam shumë i sigurt që njerëzit sot reflektojnë për ditë, edhe kjo po shihet për ditë me energjia pozitive që kanë në raport me ekipin tonë dhe kanë besim njerëz në ato që ju themi se kur asnjëherë si kemi mashtru. Gjatë jetës kur as edhe një herë si kemi mashtru dhe kjo është e lidhja direkte që bëhet dhe kjo ka me përcaktuar rezultatin e zgjedhjeve që jam shumë i bindur që ka me përfundu me rundin e parë ku fitues nuk ka me qenë më vetëvendosje, po ka me qenë ekipa e Kremisenit, ekipa e LDK-s, sepse na njohin dhe e din që nuk flasim diçka që se bojmë, edhe ky besim ka mu konvertu në rezultat që po shihet për ditë në teren. Doktor, unë falenderoj shumë që i erdhe, faleminderit dhe sakë, të urej sukses. Faleminderit juve. Me që kaq kishim për sonte, jemi herën tjetër. Gjithë mirat.